ndalëm këtu në hyrje të Kafarajt, në mes të Kafarajt. Në mes Kafarajt, pra. U ndalëm këtu midis kanalit Vjos Levanfier, që është një nga resurset e Frakullës dhe të Myzekes, kanali Vjos Levanfier. Pas ka dhe ujë, me sa duket, ka dal nevoja për ujë, por këtu në anën tjetër që mund të ndihmoj kameramani, shiko, që kemi, që bëjnë punëtorët, njerëz dhe mirë, dhe njerëz dhe punës, tunelet e plasmasit që thatë juve, që shërbejmë për bostanin apo kultura tjera, për bostani ka aty, dhe një mrekulli pra edhe për bishtajet, që përshta ke vendosër ato pritat lutem në shfikon që këtu, këto kallamat. Ata është domate, e mbjell domate me kunja. Vetëm me plasmas të... Po, ne i ftuam këtu kush mundet të vi banor të Kafarajt, të Frakullës dhe dy fermerë duket, si emrin? Miftar Kapo, juve? Veli Amati, po. Edhe me frutikulturë. Dy fermerë që merren me frutikulturë dhe me perime. Po. Atëherë mund të kalojmë pak në këtë që të kenë peizazhin edhe të serave. Po. Këtu tani jemi në fshatin Kafaraj, të komunës Fraku. Për fat jemi buz kanalit Vjos Levanfier, që është një pasuri për vetë komunitetin fermerët këtu, që kanë kushtet të mira për kultivim. Pra si mungon gjë. Me që e përmenda, duhet të them dy fjalë për mirëmbajtjen e kanalit Vjos Levanfier. Ky quhet kanal Vjos Levanfier për arsye se e merr ujë në lumin Vjos dhe e përcjell në disa komuna deri në qytetin e Fierit. Por mirëmbajtja e këtija kanali le për të dëshiruar. Duhet që shteti këtë kanal duhet ta shikoj me përparësi për mirëmbajtje. Ja të kanë shkurret, ferrat, të gjitha këto bëjnë një pengesë për kapacitetin e plot që është mbi 30 metra kub ujë në sekond. Këtë ujë tani nuk e përcjell. Sipas projektit kështu e ka, po këtë ujë tani në këto momente nuk e përcjell për këto mbushjet që ka. Një përgjegjësi jo vetëm e shtetit, është edhe vetë fermerëve. Ne hedhim mbeturina këtu. Ja tek është tani aty. Edhe ti filmoj. Ja dhe mbeturinat e janë. Ato nuk bëjnë gjë tjetër veç se bllokojnë, mbathin kanalin. Por duhet që ndërmarrja. Hajde, let afrohen, bledi. Let afrohen, është kënaqësi pra që ne këtu e zgjeruam auditorin me fermer, me banor, me specialist, Sokrat. Pra nuk ka asnjë të keqe. Ne vërtet u ndalëm me Rito Amatin për një prezantim të shkurtër që në kalim. Kjo pikë këtu ku ndalëm, por është kënaqësi që u mblodhen gjitha njerëz. Dhe kjo prapë është shërbim të bujqësisë, të fermerëve, të mesazhet do të jepin me njëri tjetrin dhe nuk e di tash. Le ta fillojmë me juve. Si e kemi? Zëdi Amataj. Juve jeni fermer? Po. Çfarë bëni? Po, hajde. Unë më tepër kam pentari, pjeshk dhe kajsi. Si ke gjendë këtë vit? Këtë vit jo të mirë, për arsye se u mbytën nga puna e autostradës, u bllokon kanalet kulluse, nuk ka kanale, hojt një ujë me pomba, po... Jo ke bërë problem disa hera, po? Jo ke bërë disa herë problem, po... Akoma s'ka marrë zgjidhje. Pra, një nga shqetësimet që ka ky komunitet është dhe pengesa që sjell ndërtimi i autostradës. Është gjë e mirë të bëhet autostrada? Na duhet, po pa prishur punë apo jo? Juve plus kësaj jo, me djeni se me mua, mbaroj. Po. Plus kësaj si shqetësim, ne vendjejmë